Në atë mëngjes që askush nuk do të haronte, fshati u mbush me zëra, fytyra të ngrira dhe dyert që hapeshin me nxitim. Një burr i dobësuar, me një uniformë të vjetër ushtarake në dorë, ecste ngadalë drejt qendrës së fshatit. Ishte Kelmend Berisha, ushtari që të gjithë e kishin shpallur të vdekur 15 vite më parë. Familja e tij kishte bërë varrim. Dokumentet e ushtrisë e kishin konfirmuar humbjen. Gruaja e tij, Lorina, kishte qenë shtatzën dhe e vetme. Më vonë, e shtyr nga presioni, ajo rindërtoi jetën me një burr tjetër. Tani, Kelmendi ishte kthyer gjallë, dhe kthimi i tij nuk solli fest. Solli frikë, turp, zemërim dhe një të vërtetë që askush nuk ishte gati ta përballonte. Historia nis këtu. Kjo është histori të vërteta. Nëse jeni të rinj në kanal, mos harroni të abonoheni dhe të ndizni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Vjeshta e vitit 2008 solli një erë të rëndë në fshatin Shuplak të Dibrës, një erë që dukej sikur mbante lajme që askush nuk i priste. Pikërisht atë muaj, Kelmend Berisha, një djalë i qetë dhe punëtor në të 20-tat, mori një shkresë që i ndryshoi jetën, urdhrin për të nisur në një mision ushtarak ndërkombëtar. Gruaja e tij, Lorina, qëndronte në pragun e autobusit, duke munduar të mbante veten të qetë, ndonse brenda saj çdo gjë dridhej. Kur dera e autobusit u mbyll, ajo vendosi dorën mbi bark dhe po shpëriti. Do të presim. Ajo vërtet e besonte këtë. Muajt e parë kaluan me mesazhe të shkurtra. Jam mirë. Misioni po ecën normalisht. Kujdesu për veten. Asgjë e gjatë, asgjë e thellë. Mjaftueshëm për t'i dhënë siguri. Por pastaj, mesazhet ndaluan. Jo menjëherë. Në fillim një javë pa lajm, pastaj 2, pastaj një muaj. Lorina shkruante letra çdo të diel duke i hedhur në kutinë e postës së fshatit, edhe kur i dukej e kotë. Ajo lutej të mbërrinin, lutej të merrte përgjigje. Dimri erdhi shpejt atë vit. Lorina, me bark të madh, mbante dru dhe përgatiste sobën, ndërsa fshati fliste se fëmia do të lindte para pranverës. Ajo mundohej të mos i dëgjonte. Mundohej të mos mendonte për më të keqen, por çdo ditë pa lajm e shtonte frikën brenda saj. Një mëngjes të shkurtit, 2 oficerë ushtarak mbërritën në shtëpinë e familjes Berisha. Ata u futën ngadalë në obor dhe kërkuan prindërit e Kelmendit. Lorina e pa nga dritarja shikimin e tyre, një shikim që e njihte nga filmat dhe tregimet, shikimi dikujt që sjell lajm të rënd. Oficerët shpjeguan se njësia e Kelmendit kishte humbur kontaktin me të gjatë një operacioni në terren. Një autokollon e vogël ishte sulmuar dhe disa ushtarë rezultonin të zhdukur. Sipas protokollit, ata shpalleshin të humbur dhe të supozuar të vdekur. Nuk ishte trup, nuk ishte pajisje të gjetura. Vetëm një raport dhe një konfirmim se mbjetesa ishte pothuajse e pamundur. Nëna e Kelmendit ra në dysheme. Babai i tij, një burr i ashpër që rrallë tregonte emocione, u mbështet në mur sikur këmbët nuk e mbanin më. Lorina mbeti e ngrinë, pa zë, pa lot. Duart i vajtën me një herë tek barku sikur instinktivisht, donte të mbronte fëmijën nga jo vërtet. Lajmi u përhap në fshat brenda minutash. Gratë nisën të vinin me shami të zeza. Burrat u mblodhën për të ngëshëlluar familjen. Imami erdhi atë pasdite për të përgatitur një ceremoni simbolike varrimi, pasi nuk kishte trup për të sjellë në shtëpi. Varrimi u mbajtë nesërmen. Në xhami, para të gjithëve, qëndronte një kornizë me fotografinë e Kelmendit. Lorina ul pranë dhe dridhej aq shumë sa një grua pranë saj i mbante krahët që të mos binte. Ajo ishte 7 muajshe dhe mezi merrte thrym. Kur imami tha lutjen e fundit, Lorina u thyre. Qau në një mënyrë që nuk e njihte. Fillimisht butë, pastaj me shpërthim. Fshati e shikonte me dëmshuri, por askush nuk mund ta kuptonte plotësisht dhimbjen e saj. Ajo kishte varrosur një burr pa parë një trup, pa ndëgjuar fjalët e tij të fundit, pa marrë një llam të mirë. 2 muaj më vonë, në orët e para të një mëngjesi të prillit, Lorina lindi në klinikën e fshatit. Foshnja qau fort sa po erdhi në jetë. Ishte djalë, me sy të errët që i ngjasonin Kelmendit. Lorina i quajti Altin, sipas gjyshit të Kelmendit, duke shpresuar se emri do të ruante një pjesë të babait. Por gëzimi ishte shkurtër. Dhimbja në shtëpinë Berisha vazhdonte të rëndonte çdo ditë. Prindrit e Kelmendit e donin Altinin, por çdo herë që e mbanin në krah, shihnin tek ai djalin që humbën. Babai i Kelmendit u mbyll në vetvete. Nëna qante shpesh në heshtje. Lorina përpiqet të ishte e fortë.
mblidhte ujë çdo mëngjes te çezma e fshatit. Lante rrobat me dorë, punonte her pas here te fqinjet për të siguruar pak të ardhura, por ishte e vështirë, shumë më e vështirë se sa ajo tregonte. Pastaj, filluan fjalët e fshatit. Ajo është shumë e re të ri vetëm. Duhet ketë burr në shtëpi. Altini ka nevojë për baba. Ajo nuk mund të mbijetojë kështu. Presioni u rrit çdo muaj. Çdo vizitë një të afërm i sillte të njëjtën këshill. Disa e thonin për të mirën e saj. Disa nga paragjykimi, por gjithë përjashtim, po e shtynin e të drejt një rruge të re. Ndërkohë, Altini rritej në ngaksen, por që është njih ka skur babaan e tij. Lorina mbante një kuti të vogël nën shtrat me gjithçka që i kishte mbetur nga Kelmendi. Unazën, 2 letra dhe fotografinë e memorialit. Ajo e hapte vetëm natën, kur Altini flinte dhe askush nuk mund ta shihte të qante. Ajo vërtet e kishte pranuar të vërtetën sipas fshatit. Kelmend Berisha kishte vdekur. Për gjithmonë. Ajo nuk e dinte. Askush nuk e dinte se të vërteta ishte shumë e komplikuar se sa një flamur i palosur dhe një raport ushtarak. Dhe historia ushtarit që nuk u kthye kurrë në shtëpi, sapo kishte filluar. 3 muajt e parë pas lindjes së Altinit ishin më të vështirët në jetën e Lorinës. Ajo zgjoi natën disa herë për ta ushqyer, ndërsa ditën punonte sa mundej për ta mbajtur shtëpinë në këmbë. Dhoma ku jetonin ishte e vogël, me mure të vjetra që thithnin të ftohtin e dimrit. Dritarja mbyllej me vështirësi dhe kur frynte era, perdja ngritej sikur kërkonte të ikte prej dhimbjes që mbante brenda atyre mureve. Ndihma nga prindrit e Kelmendit ishte e kufizuar. Ata e donin Altinin me gjithë zemër, por dhimbja e humbjes së djalit I kishte bërë të plogësht dhe të tërhequr. Nëna e Kelmendit shpesh rrinte ulur në qoshe, duke përkëdhelur fotografinë e tij. Babai I tij bëhej nervoz nga çdo zhurmë e fëmijës, jo nga mblefi, por nga plagët që nuk po mbylleshin kurrë. Lorina nuk I fajsonte, secili po mbijetonte dhimbjen në mënyrën e vet. Por fshati ishte më I rëndë se varfëria. Njerëzit flisnin çdo ditë, flisnin në treg, flisnin te çezma, flisnin edhe kur e shihnin Lorinën duke kaluar me shportën e dorë. E shkreta, ka mbetur vetëm. Nuk mund të rrisë një djalë vetme. Është shumë e re për të mbetur e ve. Kelmendit nuk I ka hequr shamin e zis dhe po bredh vetëm. Lorina e ndjente çdo shikim sikur I ishte një thik. Nuk I mbante mend të gjitha fjalët, por I mbante mend fytyrat, fytyra që nuk e ndihmonin, por e gjykonin. Kur Altini mbusi 6 muaj, shpenzimet u rritën. Qomshti, rrobat, ilaqet, gjithçka kërkonte para. Lorina punonte herë te një fqinj që kishte nevojë për pastrim, herë te një familje që kërkonte dikë për të gatuar një vakt. Pagesat ishin të vogla, por ajo e dinte se edhe pak ishte shumë për dikë që nuk kishte asgjë. Në verë, kur djegja e diellit ishte e fortë, ajo shkonte në mal të mblidhte barishte për t'i shitur në peshkopi. Ecja e gjatë e lodhte, por kthimi me duart të zbrasta e lodhte edhe më shumë. Kishte ditë kur nuk shiste asgjë dhe kthehej në fshat me frikën se çfarë do t'i jepte Altinit për të ngrënë natën. Ndërkaq, presioni nga familja e Kelmendit u bë më I drejt për drejt. Një pasdite, babai I tij e uli pranë xhaput dhe I tha me një zë të rëndë: "Lorina, jeta jote është përpara. Ne nuk mund të mbajmë gjithmonë. Je shumë e re për të mbetur vetëm në këtë shtëpi." Ajo uli kokën, më lini të provoj edhe pak, tha me zë të dridhur. "Nuk jam gati të mendoj për një burr tjetër." Nëna e Kelmendit hyri në bisedë. "Nuk po të themi të harrosh Kelmendin, por Altini ka nevojë për baba dhe ti ke nevojë për dikë që të të ndihmojë. Jeta nuk fal askënd." Lorina nuk foli më. E dinte që nuk ishin fjalë të liga, ishin fjalë të realitetit, por zemra e saj nuk pranonte asgjë. Sa herë mbante Altini në krah, shihte te ai syt e Kelmendit. Çdo buzëqeshje e foshnjës ja kujtonte djalin që nuk erdhi më në shtëpi. E dinte që askush nuk do ta zëvendësonte dot atë, kurrë. Kështu 2 vjetet e parë kaluan me luftë të heshtur. Luftë me varfërinë, me thashethemet, me pamundsinë. Dhe sa më shumë rritej Altini, aq më shumë rritej përgjegjësia. Në vitin e tretë, gjithçka u bë e padurueshme. Një natë shiu, çatia e dhomës ku flinin u ça. Uji rrithte drejt në shtratin e vogël të Altinit. Lorina ngriti fëmijën dhe e mbajti gjithë natën në preher, ndërsa shiu binte nga dritarja e thyer. Ajo qau në heshtje, duke kuptuar se nuk mund ta mbante më atë jetë. Jo kështu. Disa ditë më vonë, në fshat erdhi Drilon Hoxhaj, një burr rreth të 30-tave, mbetur I ve me një vajzë të vogël. Ai punonte si marangoz dhe jetonte I qetë, pa shumë fjalë e pa shumë miq. Ishte bafas I sjellshëm me Altinin, e ngrinte në krah pa hezitim dhe qeshte sa herë djali bënte ndonjë zhurmë.
Një mbrëmje, ndërsa po largoheshin nga një mbledhje e fshatit, ai tha Lorinës: "Nuk dua të ngacmoj. Thjesht, nëse ndonjëherë ke nevojë për ndihmë, unë jam këtu." Nuk pati presion, nuk pati nxitim, vetëm një ofertë njerëzore. Fshati megjithatë u ndez menjëherë. Driloni është burr i mirë, nuk e ngre zërin kurrë, ka shtëpinë gati, Lorina duhet ta pranoj. Por ajo priti. Priti derisa mbijetesa u bë më e rëndë se kujtimi. Në fund të vitit të tretë, me shumë frikë dhe me shumë lodhje në shpirt, Lorina pranoi të japi një shans martesës me Drilonin, jo nga dashuria, por nga detyrimi i jetës. Por në ditën që ai e solli Altinin për herë të parë në shtëpinë e tij, Lorina pa diçka që nuk e kishte parë prej kohësh. Djalin e saj të qesh bafrik. Ajo kuptoi se sa herë zgjedhjet më të dhimbshme janë ato që mbajnë fëmijët gjallë. Dhe kështu historia e saj u nda në dy pjesë: jeta për Adrilonin dhe jeta pas tij. Ajo nuk e dinte se në horizont po afrohej një e vërtet që do ta përmbyste sërish botën. 15 vite kishin kaluar që nga dita kur fshati Shuplak kishte dëgjuar lajmin e zi për Kelmend Berishën. Shumë prej njerëzve që dikur kishin qeshur me të në dasma, tani kishin thinja. Disa kishin ndrruar jetë, disa të tjerë ishin larguar drejt emigrimit. Koha rrallë i falte njerëzit e fshatit, por gjithmonë u alinte kujtimet. Kelmendi mbeti një kujtim i dhimbshëm, një plagë e hapur, një emër që të gjithë e përmendnin me nderim, por edhe me një trishtim që nuk zbehej. Ato mëngjes, askush nuk priste ndonjë ndryshim. Gratë po lanin rrobat në oborre, burrat uleshin te stolat e vjetër të betonit. Zogjt ciceronin përmes lisave mbi shkollën e fshatit. Dhe në treg, shitësja e pemëve ndau kutinë e mollëve të para të sezonit me kujdes. Por rreth orës 9, një fëmijë që po luante me biçikletë ndaloi në mes të rrugës kryesore. Ai pa një burr duke ardhur nga larg, ecja e të cilit nuk ishte e zakonshme. Hapat i zvarriteshin sikur trupi e rëndonte më shumë se ç'duhej. Rrobat ishin zverdhur nga dielli, çanta ushtarake duke e përdorur, e vjetër, e mbuluar me pluhur udhëtimesh të gjata. "Gjyshe!" thirri fëmia. "Një burr po vjen nga poshtë!" Disa gra kthyen kokën. U duk fillimisht si një i pastre, ose një i huaj që kishte humbur rrugën, por ndërsa u afrua, fytyrat e tyre ndryshuan. Kishte diçka shqetësuese te hapat e tij, te syet e tij, te mënyra si mbante çantën, sikur çdo gjë që ai mbante në trup ishte histori që askush nuk mund ta kuptonte. Kelmendi ndaloi pranë çezmës kshatit. U mbështet mbi murin e gurit dhe mori frym thellë, sikur mezi po mbante veten në këmbë. Shikoi përreth me një hutim të thellë. Kishte parë kaq shumë rrugë, kaq shumë vende, kaq shumë fytyra të huaja. Por ky vend ishte i ndryshëm. Ky vend ishte shtëpia e tij. Një plak i fshatit, i quajtur Shefik, u afrua i pari. Ai kishte qenë shoku i babait të Kelmendit. "Bir," tha ai me një zë të dridhur. "Kush je?" Burri ngriti kokën. Sytë e tij ishin të skuqur, të lodhur, të thellë. "Jam Kelmend Berisha," tha ai. Të pranishmit u shokuan. Një grua bërtiti, një tjetër ul në tokë. Dy të rinj që po kalonin me motor ndalën dhe hodhën helmetat në tokë. "Po si është e mundur?" pyeti dikush. "Ai ka vdepur, ne bëm varimin e tij." Kelmendi përplasti sytë për dhe. "Nuk. Jam i vdekur," tha me vështirësi. "Kam ardhur në shtëpi, por shtëpia që kishte në mendje nuk ekzistonte më ashtu si dikur." Turma nisi të shtohej, të gjithë e kishin dëgjuar, të gjithë donin ta shihnin me sytë e tyre. Fëmijët që po shkonin në shkollë ndalonin në rrugë, gratë harronin shportat e frutave, burrat harronin punët e mëngjesit. Disa hapën në rrjetet sociale të filmonin, gjë që s'kishin as imagjinuar 15 vite më parë. Një grua e moshuar ju afrua Kelmendit dhe ngriti dorën drejt faqes së tij. "A je vërtet ti o bir?" pyeti ajo. "As na pas ka marr Zoti." Kelmendi mori frym thellë. "Kam qenë larg, shumë larg." Nuk dha detaje, nuk dha spjegime.
Ai mezi qëndronte në këmbë. Kam nevojë të shkoj në shtëpi, përshpëriti. Plaku shefiku përpoj të fliste, por fjalët I ngelën në fyt. Kelmend, ka disa gjëra që duhet të dish, por ai nuk e dëgjoi. Instikti e çoi drejt rrugës së vjetër që të çonte në oborrin e shtëpisë së tij. Ndërsa este, fytyrat e tjera shfaqeshin nga çdo derë, disa qanin nga gëzimi, disa qanin nga tronditja, disa nga frika se çfarë do të ndodhte tani. Ai arriti para portës së shtëpisë, por ajo nuk ishte më porta që njihte. Ishte e re, e lyer, e rregulluar. Gjithçka duke I ndryshuar. Ai pa një palë këpucë burrash në veranda, pa një biçiket fëmijë në kënd të oborrit, pa 5 saksira me lule të vendosura me kujdes. Dhe para derës, ulur në një karrige druri, ishte Drilon Hoxhai. Një burr me trup mesatar, duar të forta nga puna dhe sy të qetë. Ai po përgatiste një dru për Oxhakun, por kur e pa Kelmendin, I u ngrit gjithë trupi. Së pari mendoi se truri po I bënte lojën. Pastaj I kuptoi. Ai u ngrit ngadalë. Kush je ti? Pyeti edhe pse merrte me gënd. Por nuk ishte me kohë për përgjigje, sepse në atë moment u shfaq Lorina. Ajo mbante një peshqirt në dorë, flokët të lidhura, syt të lodhur por të qetë, si grua që kishte kaluar shumë peripeci, por e kishte ndërtuar jetën sërish. Ajo e pa Kelmendin. Peshqiri I ran nga dora. Ajo mbështet mbi murin sikur trupi të mos e mbante. No, tha me zë të ulët. No. Kelmendi deshti të fliste, por zëri nuk I dilte. Lorina, tha në fund, jam unë. Ajo doli jashtë. Fytyra e saj u zbeh, syt I u mbushën menjëherë me lot, por nuk e preku atë. Nuk ju afrua, nuk e përqafoi. Ajo dinte që jeta e saj nuk ishte më e tij. Dhe fshati e dinte gjithashtu. Në atë çast, një turm njerëzish u mblodh para shtëpisë. Të gjithë flisnin, të gjithë përshpëritnin. Çfarë do ndodhi? Cili është babai I vërtet? Çfarë do të bëj Lorina? Çfarë do të bëj Driloni? Kelmendi qëndroi në mes të kësaj shtume njerëzish, me diellin që I binte mbi fytyrë dhe trupin që mezi e mbante në këmbë. Ai kishte kaluar burgje, plag, humbje, varfëri, vite të errta, por asgjë nuk e kishte përgatitur për këtë. Gruaja që ai kishte dashur ishte e martuar. Djali I tij e quante dikë tjetër baba, dhe fshati që e kishte qajtur tani nuk dinte as si ta shikonte. Kelmendi kuptoi vetëm një gjë. Kthimi I tij nuk ishte fillim, ishte shpërthim. Dhe jeta e të gjithëve do të ndryshonte përgjithmonë. Mbrëmja e asaj dite në Shuplak ishte më e heshtur se zakonisht. Fshati që në mëngjes ishte mbushur me thirrje e çfarë po ndodhte, tani duke sikur mbante frymën. As qent nuk lehen shumë. As fëmijët nuk dilnin më në rrugë. Çdo kush që kalonte para shtëpisë së Lorinës ecte me kokën ulur, sikur të mos donte të shihte realitetin që sapo kishte shpërthyer. Brenda shtëpisë, Altini rrinte I mbyllur në dhomën e tij. Kishte kaluar orë të tëra duke qëndruar I ulur në karrigen pranë dritares, duke parë jashtë errësirën që binte mbi fshat. Në tavolinë qëndronte një letër notim nga shkolla, një stilolaps I hapur, por ai nuk prekte asgjë. Duart I kishte të ftohta, shpatullat e ngritura, sikur gjithë trupi ishte të kurrur nga ajo që kishte ndodhur. Ai e ndiqte me vesh çdo lëvizje poshtë në verandë. Çdo hap I Lorinës, çdo frymë Drilonit, çdo zë I përmbajtur I banorëve jashtë. Ai e dinte se jeta e tij nuk do të ishte më e njëjtë, por ajo që e friksonte më shumë ishte ndjesia e ndarjes. Sikur tani duhet të kishte 2 zemra, 2 shtëpi, 2 baballar. Lorina trokiti lehtë në derë. Altin, bir mund të hyj. Ai nuk u përgjigj. Lorina hapi derën ngadalë, dritat e dhomës ishin fikur, por hëna përmes dritares e ndriçonte fytyrën e djalit. Ajo pa sytë e tij të lodhur, fytyrën e zbehur dhe zemra ju ngjesh. Po vuan pa faj, mendoi ajo. Bir, tha me zë të ulët duke u afruar. E di që sot ka qenë ditë e rëndë për ty. E di që je I mërzitur. Altini e ktheu kokën ngadalë. Mami, pse nuk më the kurrë asgjë për të? As një fjalë.
sepse mendova se ishte e drejtë të mos ta ngarkoja shpirtin me dhimbje. Tha ajo, do të tregoja kur të rritesha. Kur të rritesha? Përsëriti ai. Po tani, jam i rritur dhe ndihem sikur nuk di kush jam. Fjalët e tij i pren këmbët Lorinës. Ajo u ul pranë tij, por ai tërhoqi pak trupin. Mos u largoni kështu prej meje, tha duke e shikuar drejtë në sy. Kam bërë çfarë kam menduar se ishte më e mira për ty. Nuk kam harruar Kelmendin. Thjesht, jeta na detyroi të ndryshonim. Altini mbylli syt. Ai është babai im. Po, tha Lorina. Por edhe Driloni është baba për ty. Kjo e zemroi djalin. Jo kështu. Nuk mund të kem dy. Lorina i mori duart. Ti nuk po ndahet në dy pjesë. Je një, por je biri i dy burrave në mënyra të ndryshme. Altini uli kokën. Nuk e dua këtë. Nuk e dua këtë çmendri. Në verandë, Driloni rinte ulur me shpinën mbështetur të muri. Nuk donte të futej brenda. Nuk donte të dëgjonte zërat. Ishte burr i qetë nga natyra, por ajo natë ja kishte thyer shpirtin më shumë se çdo problem që kishte përjetuar ndonjëherë. Ai e dinte se nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Ai kishte rritur një fëmijë me dashuri. Kishte qëndruar pranë Lorinës kur ajo kishte qenë e dërmuar nga dhimbja dhe lodhja. Kishte punuar për të ndërtuar një shtëpi të qëndrueshme për ta. Por kthimi i Kelmendit e bënte atë të ndihej si një njeri që po i rrëshiste toka nën këmbë. Ai dëgjoi derën të hapet. Kelmendi doli në verandë duke mbajtur krahun me dorë nga lodhia. Syt ishin skuqur, ai nuk ishte ngrënë prej orësh. Trupi i tij kishte vuajtur më shumë se ç'mund të shpjegohet me fjalë. Nuk po iki, tha ngadalë. Driloni ngriti kokën. Nuk të thash të ikje. E kam parë se si më shikon. E kuptoj. Je babai djalit tim. Jam ai që e ngriti në mëngjes për në shkollë. Jam ai që qëndroi në spital kur kishte temperaturë. Jam ai që e mësoi të voziste biçikletën. Po, jam babai e tij. Për pastaj, shtoi me zë që mes dhe mbante. Dhe megjithatë, ti je ai që ai ka gjakun. Kelmendi uli kokën si i turpëruar. Nuk e kam dashur kur këtë. Nuk kam zgjedhur të zhdukem. Driloni e shikoi drejt. As unë kam zgjedhur të hyj në jetën tënde. Heshtja qëndroi midis tyre për disa sekonda të gjata. Kur Altini doli në fund nga dhoma, të dy burrat u kthyen nga dera. Sytë e djalit ishin të skuqur, por jo nga zemërimi, nga lodhja emocionale. Ai doli në verandë dhe qëndroi në mes tyre. Driloni u ngrit me njëherë. Bir, a je mirë? Altini e shikoi drejt. Baba, unë të dua, dhe të njoha të parën, por dua të di të vërtetën. Driloni ul sërish. Të kuptoj, tha ai. Pastaj, Altini u kthyen nga Kelmendi. Ti je babai im biologjik. Po, tha Kelmendi. Zëri i dridhej. Kam dashur të të shihja çdo ditë të jetës ime. Pse nuk dërguaj një shenjë, një letër, çdo gjë? Kelmendi u mbyt me fjalë. Kam qenë në vende ku nuk lejoheshin letra. Kam qenë i humbur. Kam qenë i zhdukur. Ke qenë gjallë, tha Altini me dhimbje. Dhe unë rrinja në obor duke pyetur pse nuk kisha një baba si fëmijët e tjerë. Lotët rrëshqitën në fytyrën e Kelmendit. Ai nuk tentoi t'i fshinte. Nuk mund ta ndryshoj atë që ndodhi, por mund të jem këtu tani. Altini e shikoi për disa sekonda të gjata. Nuk e di nëse mund të kalcoj baba, tha ai sinqerisht. Por, mund të njoh. Lorina doli dhe qëndroi pranë derës. Nuk foli. Qëndronte si një nën që sheh djalin e saj duke bërë hapin më të vështirë të jetës. Pastaj Altini tha: Nuk dua të zgjedh midis jush, dhe nuk dua të humbas askënd. Kelmendi afrua një hap. Nuk ke pse të zgjidhesh. Unë vetëm dua të njoh. Driloni u ngrit dhe i vuri dorën në shpatull. Altin, shtëpia është e jotja. Vendimet janë të tuat. Ne dy do të gjejmë mënyrën si të rinë bashkë. Kjo ishte hera e parë në atë natë që Altini buzëqeshi lehtë, ndoshta nga lehtësimi, ndoshta nga mundësia që jeta e tij mund të zgjerohej pa u thyer. Por atë moment të qetësisë nuk i zhdukën problemet. Fshati po fliste më shumë se kurrë. Përplasja midis të shkuarës dhe të tashmes
vetëm sa kishte filluar. Dhe të tre burrat e shtëpisë Berisha, Kelmendi, Driloni dhe Altini, po hynin në një periudhë ku çdo hap do të kishte pasoja. Por për atë natë, një gjë ishte e sigurt. Ata nuk ishin më armiq, por asnjë familje e plot. Ishin thjesht tre burra në fillimin e një betejë të re. Mëngjesi pas takimit të parë të Kelmendit me Altinin, ishte i ftohtë, edhe pse vera sapo kishte hyrë. Fshati Shuplak dukej si një vend ku njerëzit zgjoheshin, por mendjet e tyre ishin ende të mbërthyera në ngjarjen e ditës së dieshme. Çdo derë që hapej, çdo shikim që shkëmbehej, çdo hapi ngadalt tregonte se askush nuk e kishte përtypur ende kthimin e të vdekurit. Në shtëpinë e prindërve të tij, Kelmendi hyri ngadalë, duke u ndarë nga Driloni dhe Lorina që i kërkuan të qëndronte i qetë. Shpirtërisht ai dridhej, por duhej t'i shihte ata. Duhej t'u tregonte se ishte gjallë. Kur dera u hap, e ëma, Feridea, ngriti kokën nga gjella që po përgatiste dhe u ngurtësua. Ena i ra nga dora dhe u përplas në tokë. Babai i tij, Naimi, qëndronte ulur në minder. Kur pa djalin e tij, i u ngurtësuan duart. Mos bëj shaka, tha ai me zë që mezi dëgjohej. Këto nuk janë lojra birë. Kelmendi u afrua dhe qëndroi para tyre, duke mbajtur dorën mbi zemër sikur donte të siguronte veten se nuk ishte ëndër. Jam unë, baba, tha ai, jam gjallë. Jeta e tyre u përmbys sërish brenda sekondave. Feridea shpërtheu në të qara dhe u hodh t'i përqakunte supet. Naimit ju drodhën këmbët. Për disa minuta, askush nuk foli më, vetëm tingulli i frymarrjes së thellë dhe e qara e heshtur e dy prindërve që pristin 10 vjet për një trup që nuk u gjet kurrë. Por ndërsa nënën e tij e mbante pranë, sytë e Kelmendit shkuan drejt dhomës së pasme. Diçka i dha një shigjet në stomak, një rrym me ftohtë dyshimi. Ku është mentori? Pyeti ai më në fund. Babai i tij mori frymë thellë. Mentori është e ara, do të kthehet. Por në fytyrën e tij kishte diçka të dyshimt, diçka e pathënë. Më vonë atë ditë, ndërsa fshati ende fliste me zë të ulët për kthimin e tij, Kelmendi shkoi drejtarës ku punonte zakonisht vllai i tij, mentor Berisha. Toka ishte e freskët, e mbjellur rishtazi me misër, era lëkunde degët e pemëve rreth aras. Dhe aty, me kurrizin kthyer, mentori punonte sikur asgjë s'kishte ndodhur, sikur nuk kishte shpërthyer asnjë lajm i madh në fshat. Kelmendi u ndal disa metra larg, nuk foli. Mjaftua një gjefe që u thye nën këmbën e tij dhe mentori ngriti kokën. Sytë e tyre u takuan. Mentori u zverdh menjëherë, fytyra ju stif. Hapi e veglës i ra nga dora. Kelm, mos e thuaj emrin tim. Ja preu Kelmendi me zë të ulët, eksakt sikur po mbante brenda një mal fjalësh që nuk guxonte t'i nxirrte. Si je gjallë? Mentori ngriti duart në ajër. Ku ke qenë? Kelmendi hapi çantën e tij ushtarake dhe nxori një tuf letrash të pista, të rrudhura, të zverdhura nga koha. E nje këtë? Pyeti ai. Mentori u step. Nuk foli. Këto janë letra që kam dërguar. Letra që nuk mbërritën kurrë. Letra që i besoja se po shkonin te gruaja dhe familja ime. Mentori gëlltiti me zor. Kelm, ti ç'ke bërë me to? Ja preu sërish. Mentori ndesh tokën me këmbë. Nuk e kisha në mendje të lija të abdisje. Unë mendova se ishte më mirë që Lorina të kalonte jetën pa pritje. Të mos varej nga një ëndër. Kelmendi u afrua një hap, nuk po flet të vërtetën. Mirë, u dorëzua më në fund mentori. Unë i mora letrat. Unë thash se ishte koha që familja të vazhdonte. Ti as pron nuk kishe të shkruar në emër tënd. Duhej të mbuloja tokën, shtëpinë, duhej të kujdesesha për gjithçka. Duke më shpallur të vdekur. Pyeti Kelmendi me një qetësi që ishte më e frikshme se ulërima. U mendua si gjëja më e drejtë në atë kohë, tha mentori me zë të ulët. Fshatit quaj, ne të quajmë dhe unë fitova kontrollin e pronës. Kelmendi ngriti sy drejt qiellit si një njeri që po kërkonte fuqi nga ajri. Pra, kjo është e vërteta. Nuk isha i humbur, nuk isha haruar, kam shkruar, kam ulëritur për ndihmë. Por ato letra nuk shkuan kurrë te gruaja ime, as te familja ime. Mentori u tërhoq një hap. Nuk e mendova se do të ktheheshe ndonjëherë. Kelmendi u afrua aq pranë sa vllai i tij detyroi të shikonte tutje. Ti më varrose gjallë. Ti më more familjen.
Ti më more djalin, ti më çove gruan drejt një jete tjetër. Dhe për çfarë? Për disa metra tokë e mallkuar. Mentori u përposh të fliste, por zëri ju fye. Netët që pasuan zbulimin e së vërtetës ranë mbi fshatin Shuplak si një mjegull që nuk hapej dot. Nuk ishte më fjala për një burr që kthehej pas shumë vitesh. Tani ishte fjala për një tradhti që kishte prekur çdo familje, çdo lagje, çdo diskutim rreth Oxhakut. Kelmendi qëndronte në shtëpinë e prindërve të tij, vetëm pak metra larg nga shtëpia ku jetonte Lorina. Çdo ditë e shihte nga larg verandën ku dikur kishte pirë kafe në mëngjesit me të, por nuk e lejonte veten të afrohej. Ai e kishte vendosur qysh natën e parë se nuk do ta prishte jetën që ajo kishte ndërtuar. Nuk do të përpiqej ta kthente pas në kohë, nuk do t'i kërkonte të largohej nga Driloni. Ai dinte vetëm një gjë: nuk do t'ishte peng i fatit të Lorinës. Ditën e parë, pas përballjes, fshati nuk fliste për asgjë tjetër veç tyre. Lorina është grua me fat, thoshte njëra. Jo, është e mallkuar, kundërshtonte tjetra. Driloni është burr i mirë, por gjaku është gjak. Po edhe zemra ka vendimet e veta. Në dyqan, burrat debatonin me nervozizëm duke tundur kokën. Si del njeriu nga kjo situatë, 3 jetë të ngatruara. Po djali, ai e ka më të rëndën. Djali ka 2 baballar tani, nuk është kollaj. Kelmendi i dëgjonte këto fjalë sa herë dilte për të blerë bukë. Njerëzit u hapnin rrugën, e respektonin, për sytë e tyre ishin gjithmonë të mbushur me mëshirë. Kelmendi e urrente pikërisht këtë, mëshirën. Ishte burr që kishte kaluar më shumë vuajtje se sa fshati mund të imagjinonte, dhe nuk donte askush t'i thoshte, më vjen keq. Ai donte vetëm qetësi, por qetësi nuk kishte, sepse në shtëpinë përballë jetonte djali i tij, djali që ai mezi e njihte, por që e donte me gjithë shpirtin. Një pasdite, ndërsa po ndiste zjarrin në sobën e vjetër të prindërve, babai i tij ju afrua ngadalë. Kelmend, ke 3 ditë që ri këtu pa hapur gojën, pa ngrën, pa fjetur. Do të semuresh përsëri. Ju jam afruar atyre aq sa duhet, tha Kelmendi, duke kontrolluar dru. Ata janë familja jote, i kujtoi ati. Kan familjen e tyre, tha Kelmendi. Unë jam pjesë që s'ngjitet më. Naimi ul pranë tij. Djali hyt nuk është cop letre që e hedh në dollap. Je baba, do të duan, do të urrejnë, do të pyesin. Kjo është detyrë e jetës. Kelmendi u uli kokën, nuk kishe fjalë. Në shtëpinë tjetër, Altini ishte në krizën më të madhe të jetës. Ai nuk ishte më fëmijë, por as burr. Ishte midis 2 botëve dhe të dyja e tërhiqnin në drejtime të kundërta. Një mëngjes, ndërsa po ndiste bluzën e shkollës, Driloni hyri në dhomë. Bir, tha ai, duke prekur kornizën e fotos në mor. Dua të flasim pak. E di, tha Altini, duke mos e parë Drilonin. Nuk kam frikë nga e vërteta, tha Driloni me qetësi. Por kam frikë që ti do të largohesh prej meje. Altini u kthyre. Nuk do të largohem. Ti e djali im, tha Driloni me ton të ulët. Por ai atje, ai që erdhi, ka gjakun tënd. Unë nuk çoj në peshore njerëz, nuk jam mall. Driloni buzëqesh i hidhur. Ti ke zemër shumë të mirë bir, por e mira ngonjëherë të shkel nëse nuk e mbron. Në këtë moment, Lorina doli nga kuzhina. Sytë e saj kishin qarë gjithë natën. A mund të flasim të 3? Pyeti ajo. Ata ulën në tryez. Për 1 minutë të gjatë askush nuk foli. Lorina e theu heshtjen. Altin, bir, dua të flas për ndjenjat e mia, jo për zgjedhjet e tua. Ai e pa drejt. Kur mendova se Kelmendi kishte vdekur, më iku fryma e jetës. Kur lindet i erdhe si shpresë, por pas 3 vitesh lufte, një burr i mirë na hapi derën dhe na dha një jetë të re. Ajo mori frymë me vështirësi. Tani që Kelmendi është kthyer, unë jam nën dhe jam grua. Kam 2 përgjegjësi. Njëra kërkon ndershmëri, tjetra kërkon paqe. Dhe ti çfarë ndjen? Pyeti Altini me zë të butë. Ndjej faj, tha ajo duke ulur kokën. Faj që kam jetuar pa ty, faj që kam qeshur pa ty, faj që kam krijuar një jetë me dikë tjetër. Driloni uli syt, Altini u mbështet në karrige. Kjo nuk është drejtësi për asnjë nga ju, shtoi Lorina. Në mesditë, Kelmendi vendosi të dilte për të marrë frymë. Ecja e tij ishte ngadalt, sikur çdo hap e rëndonte zemrën. Papritur, dëgjoi zërin e mentor Berishës pas tij. Duhet të flasim, Kelmend. Ai u kthye pa emocion. Nuk kemi më çfarë të flasim. Mentori tentoi t'i afrojej.
Nuk doja të shkatroja jetën. Të më shkatroje, tha Kelmendi. E shkrove vdekjen time. U asole nënës dhe babaj tim. U amore nënës së djalit tim çdo shpresë dhe thua së doje? Mentori u mbrojti. Unë mendova se ishte e drejtë për pronën. Shtëpia nuk mund të qëndronte bosh. Po jeta ime, ajo çfarë ishte? Mentori uli kokën. Nuk jam krenar për asgjë. Përgjegjësia nuk zhduket me duar të lartësuara. Ajo mbetet me shpirt. Mentori u largua me hapa të paqëndrueshëm. Fshatarët që ishin pranë dyqanit e pan me nevori. Askush nuk i fliste më, askush nuk e ftonte. Ai ishte bërë njeriu më i urrejtur në fshat. Atë pasdite, dërsa dielli po perëndonte, Altini vendosi të shkonte tek shtëpia e Kelmendit. Trokitja e tij ishte e lehtë. Kelmendi hapi derën. Fytyra e tij ishte e lodhur, por kur pa djalin, syt i u ndriçuan pak. Hyri bir, tha me ton të butë. Djali hyri me druajtje. Shtëpia ishte e vogël, e qetë, me mobilje të vjetra por të pastra. Në mur varej fotografia ushtarake e Kelmendit. Është e çuditshme, tha Altini, të hynë në shtëpinë e babait tim dhe të mos e njeh fare. Kelmendi u ul ngadalë. Edhe për mua është e çuditshme, tha, por jepi këtu, kjo është e rëndësishme. Altini e pa drejt. Të kam urrejtur sot, në mëngjes, sepse ndjeva sikur kishe ardhur të më prishet çdo gjë. Por pastaj mendova që ti je viktimi njësoj si ne. Kelmendit ju mbajt fryma. Unë dua të njoh, tha djali, jo si hero, jo si viktim, dua të njoh si njeri. Kelmendi i mbajti duart. Dhe unë dua të njoh si bir. Në mbrëmje, një zhurmë e madhe shpërtheu në sheshin e fshatit. Njerëzit po debatonin fort, gratë flisnin me zë të lartë, burrat qetësoheshin me vështirësi. Kush ka të drejtë, Lorina me jetën e re apo Kelmendi me sakrificën? Djali kujt i përket? Drinoni duhet ta pranoj. Jo gjaku është gjak. Përplasja e mendimeve nuk kante të mbaroj. Dhe në shtëpinë e tyre, 3 të rritur dhe një djalë u përballen me një të vërtet të thjeshtë. Nuk ka zgjedhje të drejtë në këtë histori. Ka vetëm dhimbje që duhet të mbahet me guxim. Dita e 4 pas zbulimit të së vërtetës nisi me një freski të pazakontë. Fshati Shuplak dukej sikur po lëvizte ngadalë, sikur të gjithë kishin humbur ritmin e zakonshëm. Burrat që dilnin në mëngjes për të shkuar në ar nuk kthenin kokën majtas apo djaftas. Gratë që dilin me kova ujë nuk flisnin më mes tyre si zakonisht. Edhe zogjt dukeshin më të heshtur, sepse tani të gjithë e dinin që jeta e 3 njerëzve ishte ndarë në gjysëm. Kelmendi rinte në verandën e shtëpisë së prindërve me një shall të hedhur në qafë, duke parë drejt rrugës që çonte te shtëpia ku jetonte gruaja e tij dikor. Dielli i mëngjesit ngrohte lehtë faqet e tij, por zemra i rrinte sigur. Kishte kaluar 3 net pa gjumë, duke lëvizur sa herë dëgjonte ndonjë kërcitje nga dritarja, sa herë mendja ja sillte zërin e Altinit, të Lorinës apo hapin e dritonit. Zemra e tij po ndahej në çopa të vogla, por ai nuk ja tregonte askujt. Ema Ferideja i solli një gotë me çajmali dhe ja vendosi pranë këmbëve. Bir, tha ajo, nuk mund të rish këtu gjithë ditën duke parë shtëpinë e tyre. Kjo nuk të shëron. Kelmendi mori frymthell. Nuk dua t'i lëndoj nën. Asnjë nga ta. Askush nuk thot që i lëndon, tha ajo, por as nuk mund t'i shërosh duke u zhdukur si hije. Duhet të marrësh një vendim, për veten tënde. Vendimi im i ka prekur të gjithë, tha ai. Nuk dua të marrë më vendime që i djegin të tjerët. Në anën tjetër të fshatit, Lorina rinte në kuzhun duke u përpjekur të përqendrohej te zjerja e kafes, por duart i dridheshin aq shumë sa filxhani rrëshqiti 2 herë. Driloni e vëzhgonte në heshtje nga dera. Lorina, i tha më në fund me zë të butë, nuk ke prekur ushqim prej një dite. Ajo uli kokën, nuk më ri në fyt. Ti nuk je fajtore, tha ai duke u ofruar. Ajo ngriti kokën me sy të lodhur. Po pse ndihem kështu? Sikur kam tradhtuar dikë, sikur kam bërë diçka të pahishme, kur e di që s'kam bërë asgjë të gabuar. Sepse je njeri, tha Driloni. Sepse nuk mund të jetosh pa zemër, dhe zemra jote është në luftë. Ajo mbylli syt. Nuk di si ta mbaj këtë familje pa e thyer dikë. E di, tha ai ngadalë. Dhe kjo është bara e çdo prindi. Pak minuta më vonë Altini zbriti nga dhoma e tij, duke mbajtur çantën e shkollës, por duke ecur shumë ngadalë. Ai i pa të 2 prindrit e tij të ulur dhe e kuptoi menjëherë që shtëpia ishte ndarë më dysh. Një pjesë ishte gëzim, tjetra dhimbje. Mami, tha ai ngadalë. Pas shkolle, dua të shkoj te Kelmendi. Dua të flas me të.
Lorina ngriti vetullat të tensionuara. Po, Driloni? Altini e pa drejt. Driloni është baba. Kelmendi është gjak. Nuk dua të zgjedh mes tyre. Dua t'i njoh të dy. Fjalët e tij ranë si një e vërtat që askush nuk mund ta mohonte. Driloni buzëqeshi me hidrim. E di bir, dhe ke drejt, por është e vështirë për ne. Altini mori duat e ti. Nuk je më pak baba sepse kam dy rrugë. Ti e rruga që më rrite. Ai është rruga që më solli në jetë. Drilonit ju mbushën syt me ujë, por nuk qau. Atë mbrëmje, ndërsa dielli u fsheh pas maleve, Kelmendi mori një vendim që i dridhti duart. Ai e kuptoi se nëse vazhdonte të qëndronte pranë shtëpisë së tyre, nëse vazhdonte të kërkonte praninë e Altinit çdo ditë, nëse vazhdonte të shpresonte se Lorina mund t'i hapte zemrën sërish, atëherë pa dashje do t'i shkatronte të tre. Ai e kuptoi se pranë tij, ata nuk do të gjenin paqe, dhe kështu vendosi të sakrifikonte atë që donte më shumë. Kishte qenë ushtritar, kishte duruar plag, urinë, burgosje, frikë, por ky vendim ishte betejë më e vështirë, sepse këtë herë ai nuk po luftonte kundër armiqve, po luftonte kundër vetes. Ai trokiti në derën e shtëpisë së Lorinës në orën e muzgit. Driloni u hapi derën. Lorina qëndronte prapa tij me duart të kryqëzuara dhe sy të mbushur me frikë. Duhet të flasim, tha Kelmendi. Ata dolën në verandë. Ajri ishte i ftohtë dhe era lehtë lëvizte perdet e dritarës. Kelmendi u kthye drejt Lorinës. Të lutem, mos më ndërprit, sepse kam frikë se nuk do ta mbaroj dot. Ajo dha një tundje të lehtë koke. Lorina, filloi. Ti e gruaja që kam dashur gjithë jetën time. Kam kaluar net të numërta të menduar për ty. Kam ecur male, shkretira, rrugë të paemërta, me vetëm një fytyrë në mendje, tëndën. Por jeta më mori. Dhe ti nuk u dorëzua. E rritë djalin ton. Luftove vetëm, dhe pastaj gjete një burr që të mbajë në krah, të dha shtëpi dhe da jetën që unë nuk isha këtu të ta jepja. Lorina nisi të dridhet. Kelmend, ai ngriti dorën. Unë nuk kam ardhur ta marr këtë jetë nga ti. Nuk kam ardhur të rikthej pas, të të fshi hapin e parë, të dedyroj të lësh të sotmen për hir të djeshmes. Të lutem, më dëgjoj deri në fund. Ajo përtypte ajrin sikur nuk gjente më frym. Kam menduar se cili është vendi im në këtë histori, jo vetëm në jetën tënde, por edhe në jetën e Altinit, dhe kam kuptuar diçka të rëndësishme. Një burr nuk është ai që merr, por ai që le. Driloni uli kokën ngadalë. Lorina, tha Kelmendi, duhet të qëndrosh me Drilonin. Ai ka qenë burri jut këto vite. Ai ka qenë me ushqit jote. Ai ka qenë forca jote, dhe unë nuk kam të drejtë të hyj midis kësaj. Lorina nisi të dridhet. Kelmend, unë ngriti dorën. Unë nuk kam ardhur ta marr këtë jetë nga ti. Nuk kam ardhur të të rikthej pas, të të fshi hapin e parë, të detyroj të lësh të sotmen për hir të djeshmes. Të lutem, më dëgjon deri në fund. Ajo përtypte ajrin sikur nuk gjente më frym. Kam menduar se cili është vendi im në këtë histori, jo vetëm në jetën tënde, por edhe në jetën e Altinit, dhe kam kuptuar diçka të rëndësishme. Një burr nuk është ai që merr, por ai që le. Driloni uli kokën ngadalë. Lorina, tha Kelmendi, duhet të qëndrosh me Drilonin. Ai ka qenë burri jut këto vite. Ai ka qenë me fshet jote. Ai ka qenë forca jote, dhe unë nuk kam të drejtë të hyj midis kësaj. Lorina nisi të dridhet. Kelmend, unë ngriti dorën. Unë nuk kam ardhur ta marr këtë jetë nga ti. Nuk kam ardhur të të rikthej pas, të të fshi hapin e parë, të detyroj të lësh të sotmen për hir të djeshmes. Të lutem, më dëgjon deri në fund. Ajo përtypte ajrin sikur nuk gjente më frym. Kam menduar se cili është vendi im në këtë histori, jo vetëm në jetën tënde, por edhe në jetën e Altinit, dhe kam kuptuar diçka të rëndësishme. Një burr nuk është ai që merr, por ai që le. Driloni, tha Kelmendi, duhet të qëndrosh me Drilonin. Ai ka qenë burri jut këto vite. Ai ka qenë më fshit jote. Ai ka qenë forca jote, dhe unë nuk kam të drejtë të hyj midis kësaj. Lorina nisi të dridhet. Kelmend, unë ngriti dorën. Unë nuk kam ardhur ta marr këtë jetë nga ti. Nuk kam ardhur të të rikthej pas, të të fshi hapin e parë, të detyroj të lësh të sotmen për hir të djeshmes. Të lutem, më dëgjon deri në fund. Dhe Kelmendi më dëgjuan. Lorina suli kokën ngadalë. Kelmendi u kthye drejt Drilonit. Ti e ke mbajtur familjen time gjallë, dhe unë e respektoj këtë. Nuk dua të të marr venin, nuk dua të të marr dashurinë. Dua vetëm të jem pranë djalit tim, pa e prishur botën juaj. Drilonit ju zbut fytyra. Ke zemër të madhe, Kelmend. Zemra ime ka humbur shumë, por nuk dua të humbas më. Në atë moment, dera e brendshme u hap dhe Altini doli asha. Ai e kishte dëgjuar gjithçka. Ti je larguar nga ne? Pyetja ime me sy të mbushur.
Jo, tha Kelmendi. Unë po largohem nga lufta, po qëndroj në paqe. Ti dhe unë do të takohemi çdo javë birë. Do të mësoj çfarë ke dashur, çfarë ke humbur, çfarë ëndruar, por nuk do të jem pengesë për familjen tënde. Familja ime, përsëriti Altini. Ti je pjesë e saj. Jam pjesë, por jo cendra. Djali u afrua dhe e përqafoi. Kelmendi nuk e kishte ndjerë ngrohtësinë e një përqafimi familjar në 15 vjet. Dhe ai përqafimi vogël ja mbylli plagën e vjetër, por i hapi një plagë të re, më të thellë. Ditët e pasuan u mbushën me një rutinë të re. Të shtunat, Altini shkonte te shtëpia e Kelmendit. Kalonin orë të tëra duke folur për ushtrinë, për jetën, për gabimet, për ëndrimet. Të dy mësonin njëri tjetrin nga e para, sikur toha nuk kishte ekzistuar. Driloni nuk e pengonte këtë. Madje një ditë i dha dhe biçikletën e vjetër të Altinit, që të shkonte më shpejt. Lorina nga dritarja i shihte të dy të esnin në rrugën e fshatit. Zemra i dhimbte, por jo nga kyçja e fajit, nga lehtësimi që nuk priste. Sepse tani dashuria e një burri ishte flaim, dhe flijimi i tij kishte mbajtur të gjithë në këmbë. Kelmendi nuk fitoi dashurinë e humbur, por fitoi dinjitetin, fitoi respektin e fshatit, fitoi një vend pranë djalit të tij. Dhe për një burr të vërtet, kjo ishte mjaftueshme. Ceremonia e shkollës ishte planifikuar prej muajsh. Ishte një ditë që prindrit e fshatit Shuplak e prisnin me padurim, sepse atu nxënësit prezantonin projektet që kishin punuar gjatë vitit. Por atë vit, askush nuk priste që një djalë 17 vjeçar do të sillte një moment që do të bëhej histori kombëtare. Që në mëngjes, obori i shkollës ishte mbushur me zëra fëmijësh, me erën e bukëve të sapo pjekura nga gratë që kishin ngritur një tavolinë të gjatë për të shtruar ëmbëlsira. Baballarët rinin në cepa, duke folur me duart e kryqëzuara pas shpinës. Mësuesit vraponin nga një klasë në tjetrën me dosje në duar. Por në mesin e gjithë asaj zhurme, ishte një heshtje e fshet, një drithërim e brendshme që qarkullonte mes njerëzve. Sepse sot Altin Berisha do të prezantonte projektin e tij, dhe askush nuk dinte çfarë i kishte shkruar. Lorina qëndronte në një nga rreshtat e para me duart e shtrënguara në prehër. Driloni ul pranë saj duke vendosur dorën mbi supë. Pak më tej, i urur vetëm me trup të drejtë dhe sy të fiksuar te skena, ishte Kelmendi. Ai kishte ardhur i veshur thjesht, me një këmishë të bardhë dhe pantallona të vjetra, por fytyra e tij mbante një lloj drite që nuk e kishte pasur më parë. Ishte dritë pranimi, jo dritë fitoreje. Ata nuk u ulën afër njëri tjetrit, jo sepse nuk mundnin, por sepse donin t'i jepnin Altinit hapësirë. Ishte dita e tij, ishte e vërteta e tij. Njerëzit i vëzhgonin të tre, shikimet shkonin nga një anë në tjetrën, sikur donin të kuptonin se si kishte mundësi që dy burra dhe një grua të qëndronin në të njëjtën ceremoni pa shpërthyer në një konflikt. Por askush nuk njihte historinë e brendshme të këtyre tri njerëzve. Askush nuk e dinte se sa lot ishin nderdhur në ditët e fundit, sa fjalë të vështira ishin thënë, sa vendime të dhimbshme ishin marrë. Kur mësuesja thirri emrin e Altimit, obori u qetësua menjëherë. Ai doli në skenë me një dosje në dorë. Sytë e tij ishin të qetë, por duart pak i dridheshin. Ai nuk ishte fëmijë i zakonshëm. Kishte jetuar 2 jetë, kishte bartur 2 histori në një trup të vetëm. Mësuesja buzëqeshi. Altin, na trego çfarë projekti ke përgatitur këtë vit? Ai hapi dosjen, mori frymëthellë dhe ngriti zërin. Projekti im quhet Historia e 2 baballarëve të mi. Në publik, njerëzit murmuritën të habitur. Disa kthyen kokat nga Driloni, disa nga Kelmendi, disa nga Lorina e cila mbuloi gojen me dorë. Altini vazhdoi. Shumica e njerëzve rriten me një baba, me një zë që i mëson, me një dorë që i mbron, me një figurë që i udhëheq, por unë kam pasur 2. Ai ndaloi pak, duke i lënë fjalët të uleshin në ajër si një peshë e rëndë. Njëri më dha jetën, tha ai duke hedhur syt drejt Kelmendit, dhe pagoi shtrenjtë për këtë jetë, me vite vuajtje dhe izolimi. Tjetri më dha shtëpinë, përqafimin, emrin që mbajta çdo ditë. Ai më mësoi të ngrihem herët, të mos ja kthej fjalën askujt me padrejtësi, të jemi drejt edhe të durueshëm. Ata janë 2 botë, por të dy kanë vend në zemrën time. Njerëzit u hutuan. Nuk ishte turp, nuk ishte akuzë, nuk ishte faj, vetëm e vërtet. Ai hapi një faqe tjetër të projektit. Në fillim mendova se duhet të zgjedhja midis tyre. Mendova se një djalë mund të ketë vetëm një baba. Mendova se ishte tradhti doja të dy. Por jeta më mësoi se dashuria nuk ndaret si buka, ajo zgjerohet. Në rreshtin e tretë një grua e moshuar nisi të qante butë. Ajo kishte humbur baban vite më parë dhe këto fjala prekën më shumë se çdo predikim. Pastaj Altini vazhdoi me zë të sigurt. Unë nuk kam 2 baba, sepse jam me fat. Jo. Unë kam 2 baba sepse ata kanë zemër.
Njëri prej tyre hoqi dorë nga gjithçka që dëshironte, vetëm që unë të mos e humbisja dashurinë e tjetrit. Ky është flijim, jo dobësi. Sytë e tij u mbushën me ujë, por jo lot dobësie, lot mirënjohjeje. Lorina nuk kishte më kontroll. Lotët I rrithnin pa pushim. Në sken, Altini mori një fotografi të laminuar. Ishte foto e vitit kaluar, ai me uniformën e shkollës duke buzëqeshur pranë drilonit. Pastaj mori një foto të re, ai duke qëndruar për krah Kelmendit te rruga e fshatit, të dy duke buzëqeshur me siklet. I kam këta dy burra në dy fotografi të ndryshme, por sot dua t'i kem në të njëjtën fotografi. Prandaj, në fund të projektit, duhet përmbyll me diçka që e ka menduar për muaj të tërë. Ai uli dosjen dhe thiri: "Ju lutem, bab Drilon, bab Kelmend, mund të vini në sken." Obori shpërtheut në përshpëritje. Disa njerëz u ngritën këtemb, disa nuk e dinin si të reagonin. Kelmendi ngriti syt I hutuar, Driloni mbeti pa frym. Por të dy u ngritën. Driloni eci pari, I qetë, me hap të qëndrueshëm. Kelmendi pas tij, pak I dridhur, pak I pasigurt. Kur u afruan pranë skenës, Altini zgjati duart, ai kapi dorën e Kelmendit nga e majta dhe dorën e Drilonit nga e djathta. Dhe para të gjithë fshatit, para të gjithë shkollës, para të gjithë botës, ai ngriti të dy hapat lart. Turma shpërtheu në duartrokitje. Mësuesit qanin, gratë qanin, edhe disa burra që të gjithëve disnin veten të fortë, fshinin lotët fshehurazi. Në atë çast, një prind I ngriti telefonin dhe bëri fotografi. Fotografia tregonte një djalë në mes, duke mbajtur të dy babarët e tij, jo në luftë, por në paqe. Fotografia u publikua vetëm një orë më vonë në Facebook. Brenda natës u shpërnda në gjithë Shqipërinë. Komentet nisën të volonin. Ky është shembull se çdo të qotë burrni. Këtë duhet ta shohin të gjithë. Falja është më e fortë se gjaku. Dy babar, një zemër, çfarë mesazhi. Këto janë histori që na mësojnë si duhet jetojnë. Në mëngjes ndërsa po ktheheshin në shtëpi, Altini eci midis dy burrave. Kelmendin nga e majta, Driloni nga e djathta. Lorina eci pas tyre me zemrën që I rrithte më ndryshe se kur në fjalë. Ne nuk jemi familje thyer. Ne jemi familje e formuar nga dhimbja edhe falja. Ky është ndryshimi. Driloni vendosi dorën mbi shpatull me tij. Kelmendi shtoi: "Dhe ti je njeriu që na bashkoi, jo të na ndani." Kur arritën tek thesa e rrugës shtëpisë, Altini ndaloi dhe I shikoi të dy. Tani e di se dashuria nuk shkatrohet nga koha. Ajo thjesht ndryshon formë. Kelmendi e përqafoi, Driloni u bashkua. Dhe për herë të parë në jetën e tyre, të tre u përqafuan së bashku. Fshati pak të sken nga dritaret, edhe askush nuk qeshi, askush nuk përshpëriti me çmim, askush nuk ngriti gishtin, sepse ajo pamje ishte më e fortë se çdo paragjykim. Ishte pamja e një familje që ja kishte mbijetuar jo fal fatit, por fal faljes.